Partia Demokratike e Kosovës ka kritikuar gjykatën speciale për refuzimin e kërkesës së të akuzuarve Kadri Veseli, Jakub Krasniqi e Recep Selimi për të mbrojtur në liri. Në një konferencë për media të ajntën, deputeti i PDK-s Përbarim Gruda ka thënë se vendimi speciales cenon në lirinë dhe të drejtat e të akuzuarve. Sipas Grudës, gjykata nuk do duhej të shndrohej në mekanizëm të përndjekjes. Partia Demokratike e Kosovës ka mbështetur që nga fillimi funksionimin e papenguar të gjykatës speciale. Me bindjen e plot se në këtë gjykatë do të garantohej e drejta për gjykim të drejtë dhe në kohë të arsyeshme, sigur themel i gjitha lirive dhe drejtave të njerëzit. Për vlerësimin ton, një gjykatë në zemër të Evropës nuk do duhej kur të shndrohet në një mekanizëm përndjekje. Aq më pak në emër të drejtësisë dhe viktimave të luftës. Deputeti i PDK-s Përbarim Gruda i ka bërë thirrje gjykatës speciale që në vendimet e saj të jetë prirë nga faktet e jo nga perceptimet. Ai ka kritikuar edhe institucionet në Kosovë për, siç ka thënë, mosofrimin e garancisë për mbrojtjen në liri të akuzuarve. U bëjmë thirrje sot institucioneve të Kosovës që të marrin një rol aktiv në ofrimin e këtyre garancioneve, sepse jemi të bindur se procesin e Hagë dhe epilogu i tij nuk janë thjesht një çështje individuale për të akuzuarit, por janë një çështje thellësisht me rëndësi themelore për historinë dhe të ardhmen e shtetit të Kosovës. Ish anëtarët e shtabit të përgjithshëm të UÇK-s Veseli, Krasniqi e Selimi, së bashku edhe me ish-presidentin Hashim Thaçi, janë duke u mbajtur në paraburgim që nga arrestimi i tyre në nëntor të vitit 2020. Ata nga dhomat e specializuara të Kosovës me seli në Hagë akuzohen për kryerjen e krimeve të luftës dhe krimeve kundër njerëzimit gjatë viteve 98-99.